Argjinatura e lagunës së Vajinit në Lezhë është qarë përsëri pranë zonës së Talës, duke rrezikuar sërish përmbytje në disa zona. Deputeti i Partisë Demokratike Gjin Gjoni, pas takimeve me banorët, tha se kjo situatë nuk është fatkeqësi natyrore, por sipas tij është pasojë e neglizhencës dhe mosveprimit të institucioneve përgjegjëse. Ai akuzoi autoritetet për bllokimin e kanalit natyror që lidh lagunën me detin, duke shkaktuar dëme për qindra banor në Shënkoll, Zejmen dhe Kolç. Situata është tepër shqetësuese, për arsye sepse argjinatura është qarë pothuajse në të njëjtin vend. Është në të njëjtën distancë për të cilën është qarë edhe herën e parë. Rezulton që kjo nuk është për shkak të fatkeqësisë natyrore ose për shkak të rreshjeve të shumta të shiut, por është për shkak të ndërhyrjes së organeve shtetërore, të cilët sot kanë bllokuar daljet kryesore të lagunës Kune Vajin dhe të cilët po kthehet në tokë për tu ndërtuar. Nga informacionet të cilët janë bërë qarta edhe nga studimi i dhënë para ca ditësh nga Fiksi, por edhe nga Birni, por njëkohësisht edhe denancimet të cilët unë kam bërë mbi bazën e informacioneve të cilët kanë ardhur nga qytetarët dhe banorët e kësaj zone, rezulton që gjitha kjo bëhet për përfitime personale nga punojësit të bashkisë, drejtora, njerëz të cilët janë të lidhur me pushtetin, të cilët sot kanë marrë tokën në lagunë dhe po mbyllin daljet natyrore të kësaj. Kjo po krijon probleme për banorët, banorët ndjehen tmerrsisht të shqetësuar dhe dëmi është jashtëzakonisht shumë i madh. Organet e pushtetit qendror dhe organet e qeverisë lokale të lënë me një anë propagandën, të jenë në ndihmë të qytetarëve, por i bëj thirrje organit prokurisë të mos qëndroj i heshtur përpara kësaj katastrofe, e cila është jo katastrofë natyrore, por njerëzore. Unë kërkoj ndërhyrjen urgjente dhe njerëzit të cilët kanë sjellë të katastrofë të shkojnë përpara organeve të drejtësisë. Do i drejtoj të gjitha shkresat të gjitha institucioneve shtetërore, përfshi edhe prokurorinë, përfshin edhe drejtorinë e policisë, që të vijen në lëvizje sepse mjaft është mjaft. Gjoni kërkoi prokurorisë së Lezhës të hetojë urgjentisht, si dhe të vërë përgjegjësit përpara drejtësisë.